Më ra telefoni sot. Ishte i njëjti numër që më bie 2-3 herë në javë. Numri i shkollës së djalit. Gjithmonë ata do thonë, djali jot bëri këtë sot, djali jot bëri atë gjë, duhet të menaxhosh sjelljen e fëmijës tënd. Dhe unë që gjithmonë kam thënë sorry, I will talk to him, I will do my best he to behave good next time. Që do me thënë që unë u them më falni se unë do flas me atë dhe do përpiqem që ai të sillet mirë herës tjetër. Mirë po sot tash, do u jap tjetër përgjigje. Dhe kur më morën ata dhe filluan të regonin se çfarë kishte bërë fëmia im, thash më falni pak, më falni, kur ai nuk sillet mirë në shtëpi, unë kur nuk u marr juve të shqetësoj. Kështu që ju lutem, merruni vetë me të, zgjidhni vetë problemet derisa të mbaroj orarin e shkollës, pastaj merrem me të. I lash pa fjalë. E mbylla telefonin unë. Dëgjova më se çfarë do thoshin deri në ana tjetër. I ka sa bër ty, more ty më janë bër. Dhe ju të kaloni bukur, kudo që t'jeni kaloshi bukur.